Njeriu është një qenje e çuditshme. Nganjëherë njeriu vendos të mos e shohë të vërtetën, të mos e pranojë të vërtetën, ta kundërshtojë të vërtetën. Çdo kush nga ne, në familje, në shoqëri, kudo në jetë që ka qenë, është përplas vazhdimisht me një person që ka thonë më po s'du me ditë. Është një fjalë, nuk du me ditë për ata, mos ma zë me gojë. Pra e ka vendosë, e ka vu ata mulesën, perdën, syve, që nuk do të pranoj asgjë prej një personi që ka vendosë mos e doj, e ka për shqefin, nuk e di çfarë është. Pse themon këta? Unë them këta për ne, shqiptarët, për Shqipërinë tonë, për arritjet ose kush është e kundërta e arritjeve ku mund të ketë përfunduar Shqipëria. Ndoshta ne nuk e shohim realitetin, ndoshta ne e zgjedhim të mos e shohim realitetin. Njeriu është qenje e çuditshme, edhe individuale, edhe shoqërore kur bëhet në grupe. Për shembull, po të bëhemi në grup socialist, çdo gjë që mund të ketë bëu fjallavie Berisha, ne nuk do të, jo se mohojmë, po nuk jemi në gjendje ta shohim e kundërshtojmë, po kështu, ndoshta po të jemi të djathtë, nuk pranojmë asgjë që mund të jetë sukses për Ramën apo qeverinë socialiste. Edhe ndoshta ato që nuk janë, që s'kan bëjnë I have no dog in this fight, thonë Amerikanë, nuk kam qenë në këtë, nuk kam qenë në këtë luftë që ta shpëtoj, nuk kam, ndoshta të huj që s'kan asgjë, që si lidh asgjë me Shqipërinë, janë ata që mund të jenë gjykuesit më të mirë kësaj, se ne jemi subjektiv. Subjektiv do thotë që nuk shohim realitetin, po e shohim ashtu siç e kemi në shpirt, ashtu siç duam ne. Pse them këto? Ky summit nduket që u bë tash në Shqipëri, ku udhëheqësit e gjithë Evropës, mendoj unë, Putini s'ka qenë, kryesisht të Evropës bashkuar, Bashkimit Evropian, po edhe shteteve që nuk janë në Bashkimin Evropian ose që ndrojnë të jenë, kanë qenë të ftuar në Shqipëri, edhe ato pothuajse të gjithë një zëri pranojnë, konfirmojnë, dëshmojnë që Shqipëria ka bë arritje të jashtëzakonshme. Kjo bën kontrast me ata që mendon shumica e popullit, kryesisht të djathtët që përkrahin opozitën. Kjo bën ndesh, por nuk është Partia Socialiste këtu që thotë këta, nuk është Edi Rama, është Evropa, janë udhëheqësit e Evropës, dhe ato po e shohin ndryshimin kolosal që ne jemi në gjendje ta shohim. Ndoshta ne po refuzojmë ta shohim, ndoshta ne nuk pranojmë ta shohim, ndoshta ne s'kemi të drejtë të gjykojmë në këtë formë, është e drejta jonë të shprehim mendimin tonë, por mendimi mund të jetë shumë subjektiv. Bile bot kuptimet e njerëzve ndryshojnë, nuk janë të prera, edhe ne nuk duhet të jemi qenje stoike që nuk ndryshon. Më kujtohet kur kam ardhur këtu në Amerikë në vitin 1990, Foreign Service Institute, që është Instituti i Shërbimeve të Huaja,
që u jep të mësim diplomatëve Amerikanë që shkojnë nëpër botë, më marrën për intervistë dhe më punësonin. Edhe më kujtohet që në intervistë ishte një shef i madh, më duket e kishte emrin Jack Evans. Shpresoj është gjallë, nuk e di është gjallë, s'ka rëndësi. Edhe më intervistoi dhe një nga pyetjet nuk më kujtohet eksakt. Po kishte të bënte se sa i dedikum jam unë me rujt pronën shtetërore. Me laf, diçka e tillë që jo vetëm ai dëmtoj, po mund të myll sytun kur prona shtetërore shpërdoret, abuzohet, villet, rënohet, dhunohet nga të tjerë. Unë sapo kisha ardhur nga Shqipëria, komunizmi nuk ishte përmës, unë jam ratis për ambasadëve nga Shqipëria, edhe dhe që them që botë kuptimi ndryshon. Unë vije nga një vend, edhe moshetarët e mi që kanë jetu atë po që janë Shqipëri e kanë haru këtë gjë. Por ju të tjerë që keni lindë më vonë, ju nuk e dini dhe si jeni gjendje të kuptoni. Në atë kohë Shqipëri, kur rritëm në kohën e komunizmit, ka qenë e tillë që ti kishe çantën, kishe pare në çantë, pare, cash. Edhe lejet e fushë futbollit ku kishte 200-300 njerëz bashkë Spartakiati që ne vinin fshatarët nga fshatrat ndryshëm, edhe konkuronin me njëri tjetrin në sportet ndryshme, duke filluar nga hedhje shtyze, hedhje gjyle, thonë është një top, futboll, basketball, volleyball, vrap, kërcime, kush kërcen kërcime për zgjati, për slargti, ku të di unë, mundje, thyrje dore, çfarë nuk ishte. Mushe e ty Spartakiata si një event aq i madh dhe jashtëzakonshëm, që rrallë, s'mund t'i bëjë s'kush asnjë popull në botë, asnjë sistem. Se nuk ka pas vetëm këshia jo, për ne, si shtash më para, ne i mbyllim sytë dhe refuzojmë të shohim realitetin. Por ti mund të lije ty, e kam lënë unë, mund të lije pa frikë, çantën, rrobat, gjëra personale, që të tjerë si kishin nevojë, edhe ti kam ikur në pyll, ke teta, atje në kalore, ke në pyllën e Manzës me disprezet, do të nimoja tetën atje, kam shkuar të i qoja uja, lalla, nuk e di që të i qoja, dhe do vija prap me prap. Do t'im qifër shëtetës dhe vija prap të Spartakiata, se fillon të mjesë deri në darget. Edhe kam lënë pa frikë qëndën, se lenin gjithë, edhe s'prekte askush. Pra, por në të njëjtën kohë, i madhe i vogël atëherë, dhillte, këtë mundë, kooperativën, duke fillu nga rushti, shalqit, bastanët, domatet, specën. Edhe përveç se në një i poshtë dhe smirëgji, i lik nga shpirti që gjithmonë do të ketë në çdo razë njerëzore, në çdo komsi, bile gati, fatkeqësisht, nga herë në çdo familje, po t'jetë familje e madhe, që mund spionante, jo se i dhimbësh prona e kooperativës, po më të bë keq ty, po në kështu, në general, në përgjithësia, kujt nuk i dhimbësh prona e shtetit, prona e kooperativës, do t'ja shpjegojnë juve, fare thjesht pse që ai mentalitet. Edhe kur më pyeti mu Jack Evans, që më kishin thrit, ky instituti shërbimeve të huaja punonte për departamentin e shtetit amerikan, pra kishte të bënte me prona gati shtetërore, nuk ishin të institutit, ishin një kontraktor, ky instituti që shërbente departamentin e shtetit, dhe mu po merrnin në intervistë me marrën punë, me punu në shtet, dhe një nga pyetjet që po më bënin aty ishte se si do të reagoja unë, me qoftë se shifja me sytë e mi ishte dëshmitare kulare diçkaje i një dhunën ndaj pronës shtetërore, vjedhjes, abuzim, shkatrim, rënim, ose si mund të bësh diskreditim që bë për shembull thjesht bë një atë simbolin e nazistëve të 40 aty diçka.
si do të reagoja unë? Edhe unë kujtohet me të naivitetin dhe ignorancën dhe mungesën në kulturës, se kultura është gjë e madhe. Ne kujtojmë se kemi kulturë. Bile unë mendoj dhe do të tregoj juve, më kujtu tashti, kur isha fëmi s'kam qenë, një 8-19 vjeç diçka e tillë, unë çoj sa vjersha në gazetën Drita me Post të botohen. Edhe Bardhy Londo ishte gjithë me protek, pas ndjes, qoftë i lundur, qoftë në paqe. Më kthe një përgjigje me shkrim, shikoni se çfarë që duhen, se nuk se thash edhe një herë, ne mohojmë çdo gjë nga ai sistem. Po shiko, Bardhy Londo ishte redaktori i poezisë apo i poezisë, nuk e di nëse tregimin e Molanda Zia Çela, një shkrimtar i mrekullueshëm që kemi ne, që ka qenë më vonë duket kryeredaktor. Po më çon Bardhy Londo një letër në Manës, një fshatar që s'kishte akoma marrë shkollën e mesme, kishe qërum të baktit atje në fshat, ka qut sa poezi, me ndonë që ka shujt sa vjersha, i çon të botoj në organin më të lartë letrar, që është botu në sistemin e Enver Hoxhës dhe mos harroni që kemi pas një letërsi jashtëzakonisht të madhe, një letërsi për shembull Kadareja ynë nuk është se ka qenë shumë më larg nga tjerët, ka pas një stil tjetër të shkruar nga tjerët, edhe marrë një nga penat më të mëdha të shekullit. Atëherë edhe të tjerët ashtu kanë qenë. Po të marrësh poezi të Fatos Arabit, për shembull, si thoshte ai, të desha tha deri në vdekje se kështu duan, diçka e tillë, e prap thotë si fal vetes që nuk të desha pak më shumë. Llogaritë çfarë poezia më, të kam desh deri në vdekje, se kështu ditë duan. Nuk janë eksakt, por prapë uraj veten, më vjen keq nga vetë diçka e tillë që së desh edhe pak më shumë. Pra, kemi pas një letërsi jashtëzakonisht madhe, i kështu proçkës që shkruaj madhe i vogël sot kushdo. Edhe ishte pra Bardhy Londo, ishte redaktori i poezisë në gazetën më të lartë të atij sistemi letrar. Kur ralli binte se 4-5 vjersha ose një faqe botohesh aty për poezinë, ralli binte poetëve më të mëdhenj që kishte Shqipëria në atë kohë të botonin se do kënaqeshin të gjithë, edhe unë çoj ca vjersha aty, për fat mirë kam botu disa herë në gazetën Drita. Çoj ca vjersha që ku isha kalama dhe vjershat natyrisht që s'ishin në nivel të botoheshin, as te revista Fatosi e Pioneri. Ne mendojmë që me që është për kalamaj do jemë më thjeshtë, është më vështirë shkruash për fëmijë, po e them kështu si inerci, është më vështirë shkruash për kalamaj që di shkruash ta bësh vjershën e bukur, por në të njëjtën kohë të kuptueshme, të adhurueshme, të kënaqshme, të admirueshme, e ku do diun për fëmin. Por ky jo, nuk e hell në kosh ata që duhet e hellin kosh edhe sot për shembull kur çdo që ti çoj një gazetë në çaj koha jon në Panorama, një shkrim për shembull se merr parasysh kush. Pra, edhe më çon një letër dhe më thot mes tjerësh që mos dekorajohesh, nuk jam tash në nivelin e botimit, por ishte kënaqësi thoshte diçka e tillë Bardhy Londo që i lexova me kalimin e kohës, në qoftë se do të vazhdosh të lexosh edhe shkruash, do të fitosh më shumë kulturë edhe në të shkruar. Mund kjo më shkatroi fjala kultura të herë. Ai sa më kënaqi më dha si hariq që Bardhy Londo, redaktori i gazetës Drita, gazeta më e madhe letrare shqiptare, kur letrarët shqiptar ishin kudo ti çosh sot, ti botosh sot, dishti për kthesh ashtu siç kanë shkruajtur në atë kohë. Poetët më të mirë, ndoshta të njerëzimit për shekullin që kemi, nuk i krahasoj unë me Dante Alighieri, po në shekullin që kemi, edhe pra kënaqësia që më kthente përgjigje, por ishte edhe një rënim i madh që më tha me kalimin e kohës të fitosh kulturë. Për arsye se kulturën na e qushim kështu manners, nuk e manners në atë kohë. Nuk e kuptoj unë që kultura ishte shumë e gjerë.
Bot kuptimi është shumë i qarë, edhe fiton jetë. Edhe kështu që kur më interesojmë në kë Jack Evans, edhe më pyti për pronën e shtetit se si do veproja unë maj men që me të anglishën time të rënume që sa po kisha fillu të mësoj, unë i thash që i shprejha, nuk e maj men fjallë për fjallë, të lendët kupton të që për pronën shtetërore nga avion, ne nuk e kemi qa kokën, edhe kemi shkatru çdo gjë dhe nuk e, por ama kemi një vlerë të madhe morale. Të dim që një kulet më pare është në tokë, në pyll ku askush nuk të ka pa, ne nuk e vjedhim, ne nuk e fusim gjep, ne nuk heqim lek, po pysim kujt e ka humb dhe ja japim. Kjo e boni Evans t'i hapë sytë kaq, që ky të shkatroga pronën, se ne pa morim të për pronë e shtetit, pra nuk ishin gjendje të kuptojnë, dhe unë vetë nuk jam gjendje të kuptoj vetën time, pse në të ko mendonim kështu. Pse shqiptarët e saj kohë kanë pas më falë një të kollitë me qikë, nuk e di që kanë pas një konceptim për pronën shtetërore që s'ka qenë ase shqiptarëve vetë para zogut, me laf para në vetë në kohën e zogut, dhe nuk është ashtë sot. Pse ishte kjo? Unë të ashtë natërisht që kam logjikën edhe dita konceptoj, po se kuptoj atëherë. Ka qenë se prona shtetërore atëherë nuk njifër si pronë shtetërore, por si pronë që ishte marë rëmby me forcë popullit, masi e kishin bo ata që të detyru të shtirët dhe të hiqet që e kishtë dërzu, për shumë prona shtoka reformat, mas reformat së grare, pra e kishin dhëru. Atë tokë që e kishin dhëru, e kishin pas njëherë vetë, edhe ajo tokë, për shembull që kishin marrë shqiptarët, kryesisht fshatarët, se prona, njerëz me prona janë ato që kanë toka, qytetari s'ka pronë, po s'patë tokë, nuk e pronë. Prona është ajo që është e patundëshme. Banesa mbi tokë nuk është pronë. Ne e quajmë ashtu për kufizimisht me shku në mënyrë gjuhësore. Në mënyrë gjuhësore është pronë çdo gjë, dhe edhe ky telefon ku flas është pronë. Por pronë e vërtetë është vetëm toka. Toka është pronë që është e palëvizshme, gjë që nuk lëviz, gjë që nuk tundet, thuhet gjë pa tundeshme. Ndërtesa mbi tokë quhet fixer, që diçka që është fiks, që është edhe mund ta shkatrosh prapë. Mund të shkatrosh ti, mund të shkatroj koha, erozioni, pra nuk është pronë, është pronë metet vetëm ajo që nuk lëviz, toka. Si e tillë, pronar të vërtet në këtë botë është vetëm fshatari që ka pronë, nuk thash fshatari që trin fshat. Edhe ai që jeton, ne themi të 15 kaçe, se kështu themi ne që kemi hik nga në kohën e babaqemos, se një 15 kaç kishim si tip gradeçele gjoja. Edhe ai që rritë 15 kaçe, por që ka toka, për shembull në Tërbaç është pronar. Pra vetëm kur ke tokë e pronari vërtet, në kuptimin e vërtet ligjor, ose si mund të quajmë të pronës. Por pronën edhe kur u bën pronar, ne nuk u bëm nga shteti. Shteti nuk dha pronën e vetë që kishte marrë zogut, por mori tokat e atyre që kishin pas toka. Por shembull vion sot kush ka tokën Mans, e Zem ka Qamil Kurti dhe Bedri Luku. Këto nuk janë tokët e shtetit. Vion e se bën një revolucion, ja mor Qamilit dhe Bedriut tokat ku ai ka punu ditë natë, ose ata kanë punu ditë natë, edhe e shpërndai varfanjakëve, rrugeqëve që rrinë në rrugë. Pra, e mor pronën, një tjetër dhe jap të tjerëve, pastaj e marrë dhe atyre, që do t'ishte pa frikë me dhonë ato, pa frikë japin, pa në dhimbje të madhe se s'qe e tyrja. Nuk që e tyrja që e Bedriut, që e Qamilit. Ja more Qamilit e Bedriut për para, pronareve të vërtet, edhe mos i e more këtyre, se mboni telefon në ulka, po do t'i kthej përgjigje shpejt i merit. Mos i e mora Qamil Kurtit edhe Bedri Luku tokën, ja dhash këtyre
ja dhash Kasemit, Kadriut, Maliqit të këtë dion gjithve. Pastaj e mora Maliqit, Kadriut, Kasemit, mas reformës agrare. Këtyre nuk i vjen keq, e japin me dy dur, se shteti dha, atyre shtetit po e kthejnë prapë. Mirë po, mas viteve, brezët që rritën mendojnë që ka qenë toka e tyre, jo Bedriut. Si ato që ka qenë toka vërtet e Bedriut, si ato që sapo kishin marrë edhe dorëzuan, kur kalojnë shumë vite, edhe mësojnë historinë e familjeve të shtëpive aty pranë Xhakut, rrezë Xhakut, Fletësani, edhe mendojnë që ka qenë toka e tyre, por e ka marrë shteti, pra jo ka çvat e tyre, nuk është si thonë, besnikëri e madhe, devotshmëri e madhe, me rujt pranën e shtetit, sa është prana që është marrë ty, edhe ti punon, aq më keq për shembull ne fshatarët, ne punonim ditë natë, nga mëngjesi deri në darkët, rrisnim ato frutët e zarzavatet që nuk i hanin vetë, na privoshin, na lidhin, kanë lidhë mu si fëmijë i vogël një 3 veta nga fshatit sa maskarej, që ishin si komunistë roje, sepse sa ishin pjek domatet, hynë edhe këputën një kokër domate, edhe më kapën këto maskaret, edhe më lidhen aty të kthesa e rrugës, ishte si toni, thoshim ne, aja tënda, ku këto gratë seleksiononin domatet gjysëm jeshile, gjysëm të kuqe, që të dishonin Gjermani, seleksiononin në përarka, aty kalon të gjithë kooperativa për bëri, më lidhen që të mbonin eksperiment një fëmijë që s'kisha hyrë akoma në shkollë, kalama kofshti, me durët i mos e saj, si shtyllë që majnë të qatine e saj tendës, më lidhen aty me një ekspozim për kjo ishte ajo vogëlsia e këtyre klyshëve. 2 për tyre ishin komunistë, një ishte roje. Po kisha llafin unë që desha t'ju tregoj, për prona nuk ishte respekt, nuk ishte devotshmëri të rund. Edhe unë thash këtyre që për prona unë s'mora, nuk e mora punën atëhere, u habitën ata që ne po futkim në pronat e shtetit njëri që e urren, do të shkatroj, do të vjedhë, do të lejoj, do të mbyll syt, në qoftë se dikush e vjedhë, shpërdron, e prish, e dhunon, e rënon pronën në shtetit. Më morën mas një viti. Po në atë moment nuk morën punë, mas një viti 2 po ta morën punë, thritën prapë. S'ka rëndësi. Ndryshon kjo, botë kuptimet e njerëzve. Pra nuk është vetëm që ne nuk shohim, po edhe atë që shohim, ne shohim me syze të tjetër për tjetër. Edhe kthehemi prapë, s'unë flasë gjatë, inshallah i jap diçka që mund t'jetë interesante me dëgju, s'unë të lallë shumë, edhe dalë prapë. Ke muhabeti parë, thoshte një plak i që kurshëm i moqëm, Ramsulat e ne, një nga njerëzit më të mrekullueshëm, edhe më të ditur, por pa shku në shkollë të zonës sonë, e fliste italishtën për mrekulli, po të atje s'ka rëndësi, një plak Ramsula. A i thoshe dalim prap të muhabeti vjetër, se edhe i, si puna ime, e sillte dhe e përsillte muhabetin edhe kthehesh prap atje nga kishte nga kishte dalë. Kthehemi të muhabeti parë. Ndoshta ne vëllezër e motra, ne që nuk e kemi honeps Edi Ramën, shumica jonë sepse na është duke antikomtar në Mitrovicë dhe në Kosovën me Albin Kurtin, edhe e kemi fajsu pastaj për çdo gjë, edhe për shpërnguljen e shqiptarëve që hikin siç hik çdo kush nga gjithë bota në mërgim, kemi fajsu Edin, edhe s'kemi pranu të shohim realitetin. Mirë për në qoftë se çdo udhëheqës evropian që ka ardhur në Tiranë, që se kanë dash kur Shqipërinë dhe shqiptarët, kanë qenë gjithmonë kundërshtar tonë, edhe kanë punu gjithmonë interes të fqinjëve tanë, serbëve, grekëve. Ato po reklamojnë, po thonë, edhe nuk është e lehtë të thush në konferencë shtypi, kur thot Macron diçka në një konferencë shtypi ose para gazetarëve, ai ma përgjegjësi para qeverisë vetë, në qoftë se ka thonë diçka që nuk shpreh bot kuptimin, pikpamjet, edhe atë që politikën e tyre. Ato gjithë
vëllezër e motra, shprehen se janë të kënaqur me arritjet e Shqipërisë, shprehen se dhe janë të kënaqur me zgjedhjen e Edi Ramës, shprehen se Edi, për mendimin e tyre, jo ato që ka thonë Edi, po ato thonë do jetë ai që do ta bëjë mundur futjen në Evropë dhe që është pothuajse sigurt që në 2027 ne mund të përfundojmë ca gjona basike elementare me hy në Bashkimin Evropian. Këto ne duhet t'i dëgjojmë edhe t'i hapim syt, t'a hapim zemrën, t'a hapim shpirtin, se mos e ne punëzim pak më shumë të vërtetën, duke qenë se jemi kundër Edit. Edhe ne shumica jo nuk e di pse jemi. Por unë e di që popullin mas është vetëm thjesht për Mitrovicën, se aty mendojmë që na ka trajtu Edi, edhe mund t'jemi gabim, po aty mendojmë. Të tjerët janë sa të lidhur me partinë dhe duan më do mos të përmyset kjo parti që të marrin pushtet, marrin në ta ca ofiqe, edhe pastaj njerëzit që shkojnë atyre mrapa. Pra ka turma që shkojnë mrapa, njëra se po tjetrës parti që vetëm bëjnë zhurmën kot që të fitojë dikush tjetër prej tyre dhe jo ata që po fitojnë. Mirë, po në qoftë se me Edin po fiton Shqipëria, në qoftë se me Edin e po hyn në Evropë, në qoftë se me Edin e pas kim bo përparime që Evropa, të gjithë ato po i konstatojnë si përparime, mase çdo ne kush nga ne nuk duhet na vi keq, po duhet mos e minojmë punën. Pra në qoftë se thash se që shkëput, në qoftë se ne shohim që Evropës po i pëlqen këtë përparim, po e shohim këtë ndryshim, edhe po mendojnë që ne edhe në Evropë ne po hym pikërisht me këtë qeverinë e Edi Ramës, që është qeveria jonë, qeveria dhe atyre që se kanë votu, atëherë ndoshta duhet të jemi pak më të kujdesshëm. Edhe unë mendoj, po të kisha mundësi t'i bëjë thirrje deputetëve të djathtë që janë në parlament, unë mendoj që mos ta nisin atë punën në parlament me sharje, me fyrje, me minutë çdo gjë, për arsye se do bëhen si ato qenë të këqij që lefin kot, edhe nuk u dëgjohet fjalë, edhe nuk bëjnë asnjë lloj ndryshimi, do të nxin veten e vet, do humbin respektin dhe autoritetin, edhe do të përtallen nga shumica se ka fuqinë Partia Socialiste, ato janë shumica, do përtallen, ata duhet të ruajnë dinjitetin dhe autoritetin e vet, edhe do të ruajnë ato duke mos sulmu edhe nxi çdo gjë që s'është e zezë. Pra, në qoftë se diçka Partia Socialiste e bën në të mirën e vendit dhe përfiton populli dhe Shqipëria të përkrahin, edhe kur kundërshtojnë pa mlef, pas mirë, edhe me arsye, me respekt, të rrisin autoritetin e vet, që popullit i shoh përtej ndarjeve partijake, si njerëz që mendojnë ndryshe në ca koncepte, por nuk janë kundër interesave dhe dheut vetëm që të rëzojnë Edi Ramën, edhe se më duke se nuk është aq keq puna se sa na e kanë prezentuar këto të PD-s. Mua ajo që më pëlqeu shumë nga ky summit, sidomos kur foli Macron, ka qenë se gjysma e fjalimit më duk mu ka përfshi Kosovën, ata që po ndonë në Kosovë, marrëdhëniet Serbi, Kosovë ose Prishtinë, Beograd, edhe këto u folën në Tiranë. Nuk ka rëndësi se çfarë krahu do majnë, edhe sa janë në krahun e Albin Kurtit apo në krahun e Vučićit, rëndësi ka që në Tiranë, Samiti Evropian, udhëheqësit Evropian, folën me kryeministrin shqiptar pjesën më të madhe ose të paktën gjysmën e kohës për Kosovën.
për kombin. Kjo është një shenjë madhe që Evropa është e vetëdijshme që ne jemi një komb, që interesat tona janë të përbashkëta, por se nga shkënd vështrim ne I shohim gjanat nuk për shpun, edhe një herë nuk është primare që Macroni dhe Evropa në këtë fokus, në këtë aspekt, nuk është primare nëse ata janë në anën tonë për në anën e serbëve. Këta jelim kohës, do të punojmë, ne do të luftojmë që tjetë në anën tonë, por e rëndësishme është që në Tiranë udhëheqësit evropian folen me kryeministrin para medjeve për Kosovën, për marrëvajtjen e rregullimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi e Prishtinë-Beograd. E kjo fol në Tiranë. Kjo është edhe një herë rikonfirmim nga Evropa që çështja kosovare nuk është çështje që I përket vetëm Kosovës, por mbar botës shqiptare dhe ku duhet të ketë zonë Shqipëria jonë. Kjo vëllezër nuk është pak. Edhe një herë Sami Gjoka ju përshëndet edhe ju bën thirrje që ndoshta ne jemi pak më të kujdesshëm, se ndoshta po e nxjim realitetin më shumë se sa është. Edhe kam besim që mas këtyre zgjedhjeve qeveria shqiptare e Tiranës do të jetë ndryshe të rregojë një fytyrë tjetër për sa I përket çështjeve Kosovë, Serbi, Prishtinë, Beograd, edhe të bëhet një zonë shumë e fuqishëm në mbrojtjen e çështjes shqiptare, krah për krah, Prishtinës zyrtare. Sami Gjoka ju përshëndet.